ka ajo, do kurse, shifi që di bejtali, se u da del nga salurat e se baj shpionë, e te budagaçkër. Osteri, hajde këtu me dëfshëvarin. E zërë, qa dreqi do, moj qëne, qa do? Qa dreqi do, ha? Be ti, ku t'je zla shtuti? Ja vjera, ure? Ulu aty, ulu. Të ka bebeja gjatë, bebe, shi kafe? Qa do t'imi? Kafe, be. Po, sime, unë si kam bërë mama sime, do të bëj ty. O, mortja të shplaf. Gjë këtu ti, mos bej bëj kështu, se të dave nga Saliu, se Saliu vëde vëmë të gjënë. Që dhe prep gjërë? Do më ndash nga Saliu, unë i kam me qeftikat firma që jemi martuar. I kemi qeftikate, po qeftikatën e grisur, e dikte? Hajde bi kafe shpejt, që? Qa do t'imi? Kafe. Jo, mi fare sa bëj kafe, në fare. Vete e zbire Saliu, te? Që gjeti me këto të shmëgji. Ue, po prit, më prit. Ose më të rëlleri fare, bës të bëj kafe. Se? Po që dua kafe në unë kam leka, që dua kafe në unë. Kafe tuar bëndra do të arira ke Amerikane, bëndaj ca leka ta. Ka riget këshu, si ka riget, ue, ha. O ja ka riget të rëmi, më të rëqë të bëj unë. Po ti ke shpina lamet, mi e ke shpina lamet. Sute, mund të mërë, ke të shpina. Ue, zeza. Ti gjë këtu tani, se më dërprive, nuk dërpritet vjera. Qa do? Ku diu që e ke sheprit një gjadë, do të aria, ku diu, bëdhet ca lek. Një bast këshu, ka ja bërë me lek, po të katë do dhapi. Kështu që s'ka mi vënda bes të kafen, unë vete me pi kafine. Kuru bërë dhe... Ku e bërë fotën të që të nëzorën ty ata të quan të ka e fleta? Fëtër, ja di gari gjitë. Ue, e zeza, po si të zjarëm, kështu bëj po ti të shplaf. Ti të drëm ditën, jo më natën, që po të dalë kështu zi vantazëm. E zeza, që të të më... E vesin e bërë për qeshur bëj, tek të bërtja. E zeza, që të më dhëisi, motra, jo... Unë e bukurive, be. Në më shatë ju, bëj, unë të hek të bërtja. Qëktu. Lena, me këto shami, moj, lena, moj, këte e lyre në gjyër kjo, këte me shami. Di gjënere këtu tani. Kafe nuk më ben, bërë vesh. Tani do shkosh, edhe do më regullosh do lapin e Saliut. Qa do t'imi? Do lapin e Saliut do më regullosh. Pare zvede, unë si kam palosë, më mështë përdiqne me maja, palosë, da, pa qerri, edhe unë zveja. I thaj Saliut? Unë njeri, do vete unë tashi, do vete, po pritë se kam punë. Do shplaf të mortja. E shtugu e di. Po martova me ata Saliu, do ndajmë, po. Do ndajsh, je me qeftikat? Do ndajmë, divorci, nuk do vete, se divorci bën shakur si ti isha martuar 500 herë. Po kështu do ndajmë. Igu të shplaf të bërtja. E zezda, thash do pësilu i Saliu nuse, edhe do bëjt një dërgua bet. Vetëm gjithmonë me televizore, vetë tani ta des gjatë televizorin nuse, vetëm le me gjëj, mua bëjt me tebe dit për dit. Që beri? I dhodhi lekët. Ajo, vida. Seri do vjedi lekët, bëjt e do dhapi Saliut. Ika ta kësla greç, ika! Dhe tani le të ndjekim disa vargje poetike nga poetja jo Nejza, e presim me një ndërtërkiqje të fortë. Gjithmonë do të gjendet një tuf peshka qenë, që hane nuk ngopen sa do dhjam të vën. Shqipe, hapi krahët, mos pritë via beri, se këtë kaq dë me ty sti bëri as Hitleri. Këtaja kanë kaluar dhe për këtë vëbast, rinë duke përgjuar për një tjetër rast. Të tërgjejnë të fjetur të rjepin të qetë, të marin që të kam betur, kokë edhe fletë. Shqipe, thiri mendjes, ke zoqë për të rritur, se këta harbut janë veç për të plaçkitur. Shqipe, ngrije kokën, po të hanë dragojt, që më rikë është të kërusur, po regulon thonjt, mjerë ti më Shqipe që të karëm për pjesë, me zi kishim pritur në veri të vdes, që të marim vru të hidhe në garë, kush është më fodull të vijet i parë. Shqipe ma ke emrin, në sort ta kanë këthyër, nga një grusht kopila shtindijesh e fyer. Këta vetëm shtyen kush të dali pari.
Unë për veten time nuk shoh gjak shqiptari. Faleminderit. Tani ka ardhur momenti më i bukur i emisionit tonë. Po kolega, është me të vërtet një personazh interesant. Vjen nga qyteti i Lushnjës, ka qenë nxënës ekselent dhe studimet e larta i ka kryer në Milano të Italisë. Po, ka kryer fakultetin Histori e Arti në Universitetin e Milanos, Itali, master profesional mitologji Milano, master shkencor arkeologji Tiranë, doktoraturën politika italiane dhe çështja shqiptare. I kompletuar dhe me gjuhë të huaja si gjuha italiane, anglisht dhe latinisht. Kërkime arkeologjike dhe gërmime si në Apolloni Fier, vend banimi antik Barbuj në Lushnjë si dhe në Durrës. Ka botuar mbi 250 artikuj me terma historike arkeologjike, ka në proces botimi harta arkeologjike Bashkia Lushnjës si dhe shpalljen e pavarësisë si dhe resurset arkeologjike mbi turizmin. Aktualisht është drejtori Muzeut Historik Lushnjë, zonja dhe zotrinj e mirëpresim një duar tërkitje të fortë Niko Ferro. Mund të uleni, ju lutem. Zoti Niko, si po ju duket atmosfera e show-ut ton pse 8-2 dhe si e vlerëson drejtori i Muzeut Historik Lushnjë? Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën, jam shumë i befasuar. Është një emision shumë edukativ, shumë i dëgjuar, është për të gjitha moshat, ka një shikueshmëri shumë të madhe dhe jam shumë i emocionuar, i lumtur njëkohësisht që më keni ftuar sot këtu pranë jush. Tani besoj si jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit. Patjetër. Na tregoni zoti Niko se çfarë nxënësi keni qenë në formimin tuaj para universitar. Kjo është surprizë, edhe më përpara nuk ja tregova kolegëve të këtij emisioni. Shkollën e mesme unë e kam bërë në Fier, në liceun e Jakob Xoxa. Është shumë interesant, unë aty kam marrë një formim shumë të mirë. Shkolla ishte shumë e mirë, me mësues shumë edukativ, kërkonin shumë dhe ishte shumë interesante, domethënë që kontriboi jashtë mase në ecurinë, në formimin dhe në plotësimin e një individi. Dhe për këtë ndihem shumë krenar, domethënë që kam studiuar në atë shkollë. A kanë kontribuar prindrit tuaj për formimin tuaj si një nxënës model? Më të themi të vërtetën, prindrit mi kanë, si mund ta shpjegoj, siç mund të bëjnë gjithë prindërit për fëmijët e tyre, kanë shkrirë një pjesë të pasurisë së tyre. Mund të numëroj mbi gati 600 libra që mi kanë blerë vetëm për të plotësuar ato kërkesat e mia që ndihmonin domethënë në punën tim të përditshme të formimit, të kërkimit, të plotësimit nga niveli shkollor. Përse nuk i kryet studimet e larta në Shqipëri, por i vazhduat ato në Milano, Itali? Kërkoja një ndryshim, doja diçka të re për jetën time. Fillimisht u konsultova edhe me prindrit, i kërkova që nëse ata ishin dakord që unë mund t'i vazhdoja në Milano, ata nuk më refuzuan, më thanë nëse ti ke dëshirë mund ta vazhdosh. Në atë kohë më kujtohet që kërkohesh dhe gjuhë italiane për të cilën u përpoqja me të gjitha mundësitë e mia që të bëja sa më shumë kurse të mësoja, pasi nuk ishte dhe lehtë. Ishte edhe një qytet shumë i madh, unë atë kohë isha 19 vjeç dhe kuptohet, domethënë të vesh në një qytet gati 3 milion banor, ishte diçka jashtë mase e veçantë, e bukur dhe intriguese njëkohësisht. A ka ndryshim sistemi mësimdhënies në Shqipëri me sistemet e shteteve në Europë? Është një pyetje shumë e qelluar, mund ta them. Ka shumë ndryshim. Do t'ju marr një rast dhe do t'ju bëj një shembull të vogël. Ditën kur kishim ndonjë provim, profesori na vinte dhe na kërkonte që të mësonin jo vetëm një libër,
po të lexonin mbi 15 libra, sepse do pyeteshim rreth këtyre librave. Pra, për ata ishte kërkonit e individi që këta të lexonin sa më shumë, krijonin më shumë ide dhe të kishin një bagazh shumë të zgjeruar, jo vetëm për një diçka të vogël, po të ishin më elastik, më largpamës, gjithmonë duke u përfshirë në të gjitha fushat. Kjo. A ka patur ndonjë mësues model zoti Niko në formimin intelektual? Unë do të veçoja edhe se qysh në familjen time, mësuesen time Drita Lala nga Lushnja, ajo ka kontribuar shumë, biles jo vetëm tek mua, por te të gjithë familjet, të gjithë brezin që ja kanë nxjerrë, për mua është një kënaqësi, e përshëndes, është vërtet një njeri që ka kontribuar shumë për ecurinë tonë qysh në familje, qysh në hapat e para. Ju keni kryer studimet e larta në Itali, por gjithashtu dhe në Shqipëri. Ku është eksperienca e profesoratit? Atëherë, jam marrë, do të thënë, me kërkime. Në qoftë se në Itali i kushtohet më shumë vëmendje individi që të bëj sa më shumë ulëmtime, në Shqipëri mund të themi që janë disi të ngurtë në këtë. Më shumë kërkohet të qëndrohet disi strikt në atë që thonë profesorët, jo në atë çfarë mund të silli ndonjë gjë të re studenti, sepse që të gjithë i kemi të gjitha mundësitë, të gjithë mund sillin ndonjë gjë të re, mjafton që të mbështetet. Dhe them që sistemi janë që të dy të mirë, por kuptohet me kalimin e kohës duhen edhe prurë të reja që të ndikoj tek formimi, por edhe për t'i dhënë më shumë mundësi të rinjve, të cilët unë marr si eksperiencë të tjerë shqiptarë që jetonin në Milano, që ishin mjeshtër në punën e tyre, në të gjitha fushat, dhe ati ja kishin besuar, ndërsa këtu shikojnë me skepticizëm. Ndërkohë dhe një artikull, qoftë shkencor ose qoftë mund ta marrë artikull gazete, nëse ti dëshiron ta botosh, me siguri që ke për të kaluar një kalvar të gjatë, bisedimesh, pritjesh, pyetjesh e të tjera. Na tregoni për eksperiencën që morët në Universitetin e Milano. Eksperienca më e bukur ka qenë dedikimi, normalisht është kryesorja, por edhe gjithë ato biblioteka që janë në dispozicion për çdo individ. Mendoj që atje pata mundësinë që t'i shfrytëzoja shumë, t'i shikoja të tëra, t'i merja gjitha me radhë. Kërkova gjithashtu që me qenë se kisha dhe notët të mira, të merja dhe ato libra që ishin ndoshta të ndaluar, por që duhesh dhe shumë kujdes. Bëra dhe një trajnim të vogël që të lexoja dhe ato libra që ishin mbi 300 vjeçare. Dhe kjo më dha më shumë mundësi, u detyrova pasaj që ishte të rishikoja edhe një herë gjuhën latine, sepse librat pjesa më e madhe ishin një gjuhë e përzierë latinisht me italisht, por që ka libra që flasin për lashtësinë e vendit tonë, është me shumë interes. Dhe kjo më dha më shumë mundësi. Pra kjo është eksperiencë që unë veçoj, domethënë, janë burimet. Për çdo studiues atje ka burime të mjaftueshme. Ju keni kryer 2 mastera, një në Itali dhe një në Shqipëri. Ku keni përfituar më shumë eksperiencë profesionale? Po, si që thamë dhe pak më përpara, eksperienca më e madhe ka qenë në Milano. Aty, si që ju tregova, domethënë, aty janë burimet të pashtërueshme, keni biblioteka me shumicë, ndërsa këtu do ta gjesh mbyllur, librat nuk janë të plot, kërkimet nuk e mundësi ku ti bësh realisht, pjesë më e madhe të librave duhet ta blesh, pra mendoj që kërkimi më i madh ka qenë në zonën e Milanos. Faleminderit. Zoti Niko, na tregoni pak për doktoraturën.
Doktoratura është një kompleks më vete, zgjati 4 vjet, shumë e vështirë, duhet ta nisja nga zero, nuk ishte shumë libra ku unë mund të referohesha, pasi kërkimet e mia kapin çështjen 1897-1912, mundesh të zgjerohesha më tej deri në vitin 1848, ku fillonte dhe ajo, mund të themi, embrioni i politikës italiane ndaj çështjes shqiptare. Pra qysh që aty mundesh të bëja kërkime më të shumë të zgjeruara, duke marrë libra edhe nga qytete italiane, ka marrë dhe libra edhe nga shtetet e tjera, nga Austria, ka marrë dhe libra edhe nga Greqia, për të parë dhe për të krahasuar nëse ato fakte që thuhesh që kishin ndodhur, ishin të vërteta apo jo. Pastaj edhe kërkime të tjera për të parë dhe rolin e shqiptarëve në këtë çështje shqiptare, domethënë. Pasi ky gjithmonë minimizohet, por roli shqiptar ishte, mund të themi, kryesor dhe është ai që përcaktonte fatin e kësaj çështje. Ju keni marrë pjesë në disa ekspozita, si në kërkime dhe në gërmime arkeologjike. Na flisni pak për këtë. Gjatë kohës që kam zhvilluar masterin shkencor për arkeologji, kam pasur mundësinë për të marrë pjesë në disa ekspedita arkeologjike, edhe më përpara kësaj, mund të përmend kam marrë pjesë në Apolloni në 2012, kam marrë pjesë gjithashtu në Durrës, në cepin e Kalas Veriore, gjithashtu kam marrë pjesë në ekspeditën e Babunjës, që intensiv, ndërsa kërkimi tjetër është bërë gërmim i pjesëm për të parë nëse ka mundësi të mira arkeologjike. Dhe ajo që më ka befasuar dhe më ka surprizuar ka qenë kërkimet të bëra në Babunj, ose siç disa duan ta njohin edhe si vendbanimi i Arnisës. Deri më sot ne nuk kemi gjetur ndonjë mbishkrim ose ndonjë vul, siç është ajo e Dimalit, që të saktësojmë nëse bëhet fjalë për Arnisën, me shumë gjatë sa mundet të jetë. Është një qytet që daton në shekullin e 6 para Krishtit, fortifikohet në shekullin e 4, braktiset në shekullin e 2 për arsye që ne ende nuk i dim. Braktisja ka qenë e organizuar, janë çmontuar çdo pjesë të shtëpive, janë marrë dhe tjengullat, janë shpërngulur, saktësisht nuk e dim ku. Ngjelet për të gjetur nekropoli, ngjelet për të bërë të tjera, pak a shumë dihet planimetria, pra kemi të bëjmë me një qytet i lirë, që është ndërtuar buzë rrugëve, që lidhet Dyrahu me Apollonin, që shfrytëzon detin, shfrytëzon fushën, shfrytëzon gjithashtu dhe blegtorin. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër rreth kësaj. Ju keni botuar mbi 250 artikuj me tema historike. Na tregoni pak për këto dhe a keni në projekt botimi? Pjesa më e madhe e këtyre botimeve janë botuar në shtypin e ditës, janë pak a shumë janë kërkime historike, gjetje arkeologjike, gjithmonë për zonën e Lushnjës. Unë në këtë pjesë jam fokusuar në pjesën më të madhe, jam përpjekur për të sjellë të gjitha të pjesën e historisë e cila ka ngelur në harres, për të rikujtuar edhe një herë, sepse në zonën e Lushnjës është një zonë shumë e pasur, qoftë nga pikpamja historike, qoftë nga pikpamja arkeologjike, dhe në shumë kanë vështrime të tjera. Pra ky është pikë synimi im, pra është kërkimi dhe botimi. Na tregoni pak për resorset e arkeologjisë mbi turizmin. Do të flas për Bashkinë Lushnjë. Bashkia Lushnjë
ka 8 monumente kulture, kategoria numër 1, të mbrojtura nga shteti, dhe 5 monumente natyrore. Të tëra këto monumente janë shumë të kollajshme të vizitueshme. Në qoftë se do zgjerohesha me monument të kulturës, kemi 2 ura të vjetra, është ura e Kasharajt, e shekullit të 12, është ura e Karbonarës, edhe kjo është një urë shumë interesante, është restauruar në shekullin e 17, mund të jetë edhe më vjetër. Kemi pasaj dhe 5 kishat, kisha e Krutjes, Shënkolli, që është një nga më të bukurat, me afreske nga më të paparat, që ka zona e Lushnjës, kisha e Toshkësit, edhe kjo për monumentet dhe për vlerët e saj që ka, është kisha e Kadipashës, edhe kjo është një kisha e Shëntotrit, që është një monument i veçantë nga pikpamja dekorative e ndërtimit. Është pasaj dhe manastiri Ardenicës, i cili është, siç dihet, është një monument mesjetar, shumë i bukur, i cili pret mbi 12.000 vizitor në vit, shumë interesante. Kemi pasaj dhe monumente natyrore, si janë rapi i zonjës në Bubullim, kemi pasaj burime termominerale të Karbonarës, gjithashtu kemi dushkaret e manastirit, selvit e manastirit, tjetër monument që plotëson kushtet, monument natyror janë gjithmonë të kjo, është rapi që ndodhet në Mazhaj, që është brenda territorit të kishës. Pra, këto janë ato. Unë do të përfshija dhe të tjerë monumente që ja vlen të vizitohen. E kam fjalën për kishën Shën e Premte të Lushnjës. Është një monument shumë i vjetër, daton në vitin 1725, dhe jam shumë i befasuar që si ka mundësi që nuk është përfshirë tek monumentet, por me qenë se jemi edhe në një emision, ndoshta edhe mund të dëgjohet ky zë, domethënë, për të cilën po flasim. Gjithashtu është dhe teqeja e Karbonarës, edhe kjo është një monument shumë i vjetër. Është interesante teqeja sepse ajo lidhet edhe pak me Kongresin e Lushnjës. Delegatët fillimisht përpara se të vinin në Lushnjë u mblodhen në këtë teqe. Aty ka qëndruar Sheh Ibrahim Karbonara, është një nga patriotët kryesorë që kemi në zonën e Lushnjës, dhe besoj të tjerë monumente që mund përfshim janë dhe ecjet e gjata, janë kodrat e Darsisë. Janë shumë breslënse, shumë të bukura, vizitë. Dhe mendoj që duhen përfshirë edhe ato në guidat shqiptare, jo vetëm të Lushnjës. Ju keni mbrojtur disa gjuhë të huaja, si anglisht, italisht e të tjera. Po latinishten, përse e mbrojtët? Është një pyetje e vështirë, por do të përgjigjem. Latinishten e mbrojta sepse në kërkimet që kam bërë, kërkimet historike kam fjalën, shpesh shumë dokumenta janë në gjuhën latinishte. Dhe duke qenë se ajo është një gjuhë që është shumë e përdorur gjerësisht gjatë periudhës mesjetare, themi, dokumentat, isha i detyruar që ta mësoj edhe këtë gjuhë për ta lexuar. Por mua më vjen në ndihmë sepse latinishtën përdoret edhe në gjetjet arkeologjike, ka ndodhur, domethënë, që kemi gjetur objekt që për mua ka qenë shumë i thjeshtë për transliterimin ose edhe për ta kuptuar përse bësh fjalë. Na tregoni pak për muzeun historik të qytetit të Lushnjës. Do ta filloj. Muzeu ka hapur për herë të parë 2 herë në 21 nëntor të vitit 1988. Është një muze shumë i madh. Ruan mbi 250 objekte të ekspozuara, përfshihen këtu objekte arkeologjike, përfshihen dhe objekte të periudhës mesjetare, por edhe objekte etnografike shumë të kërkuara nga turistët. Po gjithashtu në Muzeun Historik të Lushnjës ne kemi vendosur edhe një fototek me të gjitha fotot e vjetra të qytetit të Lushnjës. E janë vendosur gjithashtu edhe
piktura të realizmi socialist në një dhëm të veçantë, edhe kjo është shumë e kërkuar nga turistët. Pra, po ta shikojmë, muzeu nuk është, domethënë, vetëm një pikë vetëm për objektet arkeologjike, pa është gjithë përfshirës. Shumë shpesh organizojmë takime me fëmijët e shkollave të ndryshme, të cilët u japim informacion mbi gjetjet e fundit që janë bërë, apo qoftë edhe pyetjet që ata kanë. Bashkëpunim të mirë kemi pasur me gjimnazet, të cilat duan më shumë rreth gjetjeve arkeologjike, janë të interesuar edhe për gjetje arkeologjike nga qyteti i Lushnjës, vetë Lushnja, sa i vjetër është pyetje që më drejtohen, ku janë gjetur objekte, çfarë ka si qytet, çfarë mund të vizitohet. Pra këto janë ato që lidhen me muzeun. Përse Skënderbeu vendosi të vërë kuror në manastirin e Ardenicës? Kjo është një pyetje e vështirë, por ne duhet jemi dhe shumë të sigurt në atë që themi. Është vetëm një gojdhen që Skënderbeu ka vënë kuror në manastirin e Ardenicës me Donika Arenitin. Nëse do të kthesha mbrapa në kohë, në atë vit që ai ka vënë kuror, nuk do ta kemi gjithë atë kompleks siç është sot manastiri, por do të kishim një kishës shumë të vogël. Megjithatë, ka mundësi që nëse është bërë si kurorëzim, mundet. Por rruga nga Berati aty, domethënë, nuk ishte në një, si mund të themi, nuk i binte rruga fare të kalonte Skënderbeu në atë pjesë. Me qoftë se dihet që ka qenë Berati qendra kryesore, megjithatë duke mos pasur prova të bindshme historike, arkeologjike, qoftë edhe një gur të gdhendur, thjesht ajo do të ngjeli një gojdhen. Dhe si gojdhen, unë e pranoj edhe si gojdhen. Cilat ishin sinjalet që Skënderbeu përdorte për të njoftuar ushtarët e tij nga sulmimi nga turqit? Pyetje shumë e vështirë, pasi kërkon ulëmtim të gjerë. Zakonisht janë bërë, me sa kam lexuar, janë bërë me flamur në pika të largëta, por duke çuar edhe korrier. Zoti Niko, ju falenderojmë që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e spektaklit tonë. Jeni të mirëpritur edhe herët e tjera. Okej, ju faleminderit që më ftuat. Ky ishte edhe spektakli ynë për sot, bashkë me u takofshim puntatën e ardhshme. Mirupafshim të gjithëve.